Është zhvilluar në Tiranë forumi konsultativ i prokurorëve të përgjithshëm dhe i specialistëve të Ballkanit Perëndimor. Të pranishëm në takim ishte kreu i SPAK Altin Dumani, kreu i prokurorisë së përgjithshme Olsian Çela dhe ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë. Kreu i SPAK Altin Dumani në fjalën e tij tha se nuk i bashkon vetëm gjeografia, por edhe lufta kundër korrupsionit. Ai nënvizoi se bashkëpunimet me Eurojust kanë dhënë rezultate të prekshme dhe janë trajtuar çështjet komplekse. Ne nuk na bashkon vetëm gjeografia, por edhe përkushtimi i përbashkët për të luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin. Asnjë vend i rajonit nuk mundet t'i bëjë ballë këtyre fenomeneve i vetëm. Grupet apo organizatat kriminale janë të ndërlidhura. Operacionet janë transnacionale dhe rrjetet e tyre janë shtrirë kudo. Një hetim që nis në një vend na çon drejt fakteve të dyshuarve apo lëvizjes së parave në një vend tjetër. Për të shpërbërë këto struktura, na duhet të veprojmë me vendosmëri, jo vetëm brenda territoreve respektive, por edhe në mënyrë kolektive si pjesë e rajonit. Eurojust nuk është thjesht një agjenci e Bashkimit Evropian, por një nyje strategjike që na ka ndihmuar të kapërcejmë pengesat frenuese të bashkëpunimit ndërkombëtar. Për SPAK, ky bashkëpunim ka dhënë rezultate të prekshme. Ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvo Gonzato, u shpreh se forcimi i sundimit të ligjit ka një rëndësi thelbësore për vendet në proces të anëtarësimit në Bashkimin Evropian dhe rezultatet e prekshme në këtë drejtim janë elemente thelbësore për të ecur përpara në procesin e integrimit. Në fjalën e mbajtur në forumin konsultativ të prokurorëve të përgjithshëm dhe specialistëve të Ballkanit Perëndimor, ambasadori Gonzato u shpreh se Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor vazhdojnë të përballen me kërcënime të përbashkëta sigurie dhe krimin e organizuar dhe korrupsionin. Prokurori i përgjithshëm Olsian Çela u shpreh se Shqipëria do të nënshkruajë me Malin e Zi një memorandum mirëkuptimi që do të japë efekt pozitiv dypalësh në drejtim të veprimit të koordinuar rajonal në çështjet e drejtësisë. Nga forumi konsultativ i prokurorëve të përgjithshëm dhe specialistëve të Ballkanit Perëndimor, Çela cilësoi se duhet përcaktuar qartë trajektoria dhe do të përshkruhet në drejtimin e bashkëpunimit rajonal sa i takon çështjeve të drejtësisë. Ka nevojë për një koordinim më të mirë së pari të veprimeve mes të gjitha agjencive ligjbatuese në rrafshin kombëtar, në mënyrë që të harmonizohen aktivitetet hetimore dhe ritmi i tyre në raport me vendet e tjera që do të bashkëpunohen. Besoj se ka ende mjaft potencial të pashfrytëzuar në drejtim të përdorimit të mekanizmit të ngritur përmes projektit të drejtësisë penale në Ballkanin Perëndimor. Në këtë kuadër, memorandumi i mirëkuptimit që do të nënshkruajmë sot me Malin e Zi është shenjë e një angazhimi serioz e afatgjat, që ndërsa do të krijojë dinamika të reja në bashkëpunimin dypalësh, do të japë njëkohësisht efekte pozitive në drejtim të konsolidimit të veprimit të koordinuar në planin rajonal. Në përfundim, ashtu si e përmenda edhe më lart, uroj dhe besoj që dita e sotme të shërbejë pozitivisht si në drejtim të kryerjes një bilanci të punës së deri tanishme, po ashtu edhe në drejtim të evidentimit të problemeve dhe asaj që mund të bëhej më mirë, duke përcaktuar qartë trajektoren që duam të përshkojmë në vazhdimin e bashkëpunimit rajonal. Për Shqipërinë dhe jo vetëm, arritjet e deri tanishme përbën një progres të dukshëm. Kjo do të thotë që sistemet tona të drejtësisë janë në rrugën e duhur të standardizimit, të harmonizimit me standardet e BE-s. Prokurori i përgjithshëm Çela u shpreh se ky forum konfirmon vullnetin institucional në drejtim të kontributit të procesit të integrimit të vendit.